Një 22 vjeçar është arrestuar në flagrancë nga policia e Shkodrës, pasi kishte marrë me qira dhe kishte përshtatur një banesë në Velipoj për kultivimin e bimëve narkotike kanabis në ambiente të mbyllura nëpërmjet përdorimit të llampave elektrike. Në pranga ka rënë shtetasi Gjovalin Binaku, 22 vjeç, banues në Laç, vau i Dejës, i cili dyshohet se kishte hyrë banesën e marrë me qira në një ambient të posaçëm për kultivimin, parjen dhe përpunimin e kanabisit me qëllim shitjen. Gjatë kontrollit në ambientën e kësaj banese, shërbimet e policisë konstatuan se ajo ishte e pajisur me infrastrukturë të plotë elektrike dhe pajisje të specializuara për rritjen e bimëve narkotike. Në kuadër të këtij operacioni, policia ka ndaluar dhe shtetasin Robert Vata, 25 vjeç, banues në Shkodër, punonjës i OSHE-s, i cili akuzohet për veprën penale shpërdorim detyre. Gjithashtu, janë proceduar penalisht dhe dy punonjës të tjerë të OSHE-s, 50 dhe 59 vjeç, të dy banues në Velipoj, të dyshuar se kanë bashkëpunuar me këtë aktivitet të paligjshëm. Gjatë operacionit policor janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale rreth 300 bimë të dyshuara narkotike kanabis, një sasi kanabisit të tharë, mbi 120 pajisje elektrike që shërbenin për kultivimin e bimëve narkotike, 4 aparate celular, si dhe një përforcues grushti. Nga kontrolli ushtruar në banesën e punonjësit të OSHE-s, të ndaluar u gjetën dhe u sekuestruan gjithashtu disa llampa të përdorura për kultivim kanabisi. Policia bën me dije se puna vijon për dokumentimin e plot ligjor të kësaj veprimtarie kriminale, si dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprimet të mëtejshme hetimore.